Ka shumë njerëz të cilët dëshirojnë të debatojnë, edhe kur është në të drejtë, edhe kur nuk është në të drejtë. Është e vërtet ndonjëherë që besimtari ose njeriu i mençur ose dietari duhet ta çojë deri në fund debatin, por me dëshirën që e vërtetë të dalë në hak. Në të kundërtën, nëse njeriu ka dëshirë të fitojë debatin, edhe nëse është në të shtremët, atëherë këtë si hariq nga Muhamedi alayhi salatu wassalam nuk mund të arrijë. Pra, edhe kur debatojmë me tjerët, duhet të ruajmë zemrën nga armiqësia dhe zilia, e në të njëjtën kohë duhet të ruajmë raportet tona vëllazërore. Nga se Allahu xhaleshanuhu në Kur'anin famëlar thot: "Innamal mu'minuna ikhwatun fa aslihu bayna akhawaykum wattaqullaha la'allakum turhamun." Me të vërtet besimtarët janë vëllazër. Fa aslihu bayna akhawaykum, bëni përpjekje maksimale që këta raporte vëllazërore t'i ruani. Wattaqullaha, dhe keni frikë Allahun xhaleshanuhu në bisedat tuaja, në marrëdhëniet tuaja, në punët tuaja, karshi tjerëve, nëse dëshironi të jeni të mëshirshëm. Pra, personi i cili e le debatin kur ka të drejtë, vetëm e vetëm që ta ruajë zemrën dhe të jetë afër Zotit xhaleshanuhu dhe raportet mes tij dhe vllaut të vet i ruajë, atij pejgamberi alayhi salatu wassalam i premton një vend në hyrje të xhenetit.